Rritja e menjëhershme e çmimit të naftës ka goditur rënd sektorin e bujqësisë. Efekti është i menjëhershëm pasi ka rritur kostot e të gjitha shërbimeve në kulturat bujqësore. Së pari janë ngritur çmimet e punimeve nga ana e mekanizatorëve, duke nisur nga plugimi, ku një dynym nga 15-16.000 lekë të vjetra ka shkuar në 20 deri 22.000 lekë të vjetra. Efekti është zinxhir për të gjithë punimet e tjera si frezim, mbjellje, kultivim, spërkatje, korrje e të tjera. Rritja e çmimit të karburanteve përveç të tjerave ka ndikuar dhe në rritjen e kostove të transportit të produkteve drejt tregjeve, cila është reflektuar në tregun e pakicës. Në kushtet e rritjes së kostove të prodhimit për fermerët, shto mungesën e shitjes së shalqinit, lakrës dhe preshit, fermerët kërkojnë ndërhyrje nga ana e shtetit për të mos çuar 60% të fermerëve të vegjël drejt falimentimit. Ky rritja e çmimit naftës dhe inputeve bujqësore? S'ka ndikuar asgjë. Këtu është bajato, çdo gjë është bajato, nuk ka asnjë lloj ndihme. Asnjë lloj ndihme. Për shembull, unë këto ullinjt i kam mjell, kam vite që i kam mjellur me lloj sakrificash, edhe nuk u hedh dot plehrat tash, se nuk i blej dot. Ja, shkoni gjithë kjo punë që është bërë këtu, unë jam mosh. Punëtori se marr dot, sepse punëtori s'ka fuqi punëtore. Edhe për këto hallet që ka bujqësia, është vetëm shteti rregullator. Shteti se ka mendje fare ke ne, ke ky popull. Ky shtet nuk e ka mendje fare ke ky popull. Çmimet e naftës janë rritur, çmimet e inputeve janë rritur. More të gjitha nuk vetë do të marr një gjë, as naftën, ja shikoj si kanë ngel to, se duan vrar me atë me tregjin. Unë s'kam lek ti bëj këto. Po. Janë rritur punimet apo jo? Janë rritur punimet, nuk bën dot asnjë punë. Momentalisht bujqësia është katastrofë. Laga nuk ka pas çmim fare. Po shoh që po e frezon apo? Po, laga nuk ka pas. Po të kishte pas çmim nuk do ngelesh te toka ajo, nuk do frezohesh. Siç e ka mjell me fjalë vetëm Fidani kësaj toke nga aty deri këtu, ka bërë 450.000 lekë plus punëtor, plus benzina që e vadisim, se ne e vadisim me pompë. Çfarë ju bëjnë ju e fermerët? Neve na kanë shkatërruar komplet. Nuk e dim se çfarë zgjasin. Inshallah na hulin e çik në taksën e gjë, se po që kështu ne jemi drejt falimentimit. Me rritjen e çmimit naftës, janë rritur edhe inputet e tjera? Po, gjitha. Plerat, gjitha. Gjitha me plera, me gjitha. Unë kam 2 kalamaj, të 2 kam shkollë, me zor e kalojmë që të tashu. Me borxhe jemi. Do të thotë që një sezon i dështuar apo? Po, normale. Normale jetë kush lakra. Nuk është tani lagrën po. Kjo është e vërteta. Po e frezon do mjellë shalqi? Do mjellë shalqi. E kemi porosit Fidanin, e paguar dhe kostot janë shumë të larta. Sa ka shkuar sot plugimi, frezimi? 20.000 lekë është një dulym plugim. 18 është një dulym frez. 30.000 lekë është një ditë punëtori. Për shembull, marrësh një punëtor që ta çosh te toka të 30.000 lekë. Tetor me fjalë punë. E bëjmë prodhimin, po nuk shitet. Ajo është problemi. Nuk shitet. Nuk ka më keq kur ti e feston gjithë këtë lekë e hedh aty, themi neve se ne i themi kështu, fshatarë me galum, edhe ta gërmosh me thonjë dhe se gjejmë dot me. Atë lekë, më kupton?